Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar për The Telegraph se po shqyrton seriozisht mundësinë e tërheqjes së SBA-s nga NATO, pas mungesës së mbështetjes nga aleatët për përfshirje në konfliktin me Iranin. Trump e cilësoi aleancën si një strukturë të dobët, duke theksuar se largimi i SBA-s tashmë është një opsion real. Ai kritikoi veçanërisht United Kingdom dhe kryeministrin Keir Starmer, duke vënë në dyshim kapacitetet ushtarake britanike dhe gatishmërinë për t'u përfshirë në një konflikt të tillë. Sipas tij, NATO nuk ka mbështetur përpjekjet amerikane për të rihapur Strait of Hormuz, i cili është bllokuar nga Irani dhe ka ndikuar në rritjen e çmimeve globale të energjisë. Trump theksoi se SBA historikisht ka mbrojtur aleatët e saj, por nuk ka marrë të njëjtën mbështetje në kthim. Ndërkohë, sekretari i shtetit Marco Rubio e përshkroi aleancën si një marrëdhënie të pabarabartë, duke kritikuar vendet që nuk kanë lejuar përdorimin e bazave ushtarake amerikane. Trump mbështeti këtë qëndrim dhe njoftoi se do t'i drejtohet kombit për të dhënë detaje mbi zhvillimet e luftës, për të cilën parashikon një përfundim brenda pak javësh. Sipas mediave britanike, ai po shqyrton gjithashtu tërheqjen e trupave amerikane nga Gjermania dhe vendosjen e një modeli të ri financiar për NATO-n, që do të kufizonte pjesëmarrjen e vendeve që nuk përmbushin detyrimet financiare.